Në anën tjetër, gjithë ata që i kemi kandidat që pas 2 diteve kemi me i zgjedhë ose kanë më zgjedhë në thonë më mirë, andaj të nderuar vëllezër, jemi të kujdesshëm. Jemi të kujdesshëm, thash më herët, gjithë janë bitë dhe bitë të mirë, po jo të gjithë janë të denjë për vendat që po i kërkojnë. Kriteri kryesor i cili e mon një pushtet të gjallë, jep jetë, është drejtësia. Allahu i lartësuar po ja kujton njerëzimit se pushteti është i Allahut. Allahu ta jep, edhe Allahut keme ja kthy pushtetin, ose ka më ta marrë pushtetin Allahut, po edhe Allahut keme ju përgjigj për pushtetin që e ke pas. Kulillahu malikul mulk. Thuaj Zot, ti je Allahu i pushtetit. S'ka ku shkon njeriu jashtë vullnetit tënd, edhe nuk ka ku shkon pa u llogarit para teje për ato që i ke dhënë. Allahu i lartësuar, ja zgjat jetën në pushtetit, edhe në pushtetarit i cili është i drejtë, edhe nëse është jo musliman. Ndërsa një pushtetar i cili nuk është i drejtë, është zullumçar, edhe nëse është musliman, Allahu ja shkurton jetën edhe ja shkurton. E lutim Allahun e lartësuar që të na mundsoj që të vijë më i miri prej neve në krye dhe të na qeverisë më i miri. Të nderuar vëllezër besimtar, prej kur Allahu i lartësuar vendosi që me nxjerr njeriu në sipërfaqet e tokës, pastaj njeriu ja diktoi qëllimin e krijimit e që është në këmbësia në tokë. Pra Allahu i lartësuar i diktoi njeriu se dua që të bëj më këmbës në tokë, qeverisës në tokë, në të cilën je i obliguar, je i detyruar të mbash rend, të mbash rregull dhe të qeverisësh me njerëzit e tjerë, por edhe me krijesat e tjera, që nga ky moment filloi të njerëzimi në përgjithësi më ushqy edhe më urrit ambicia për këtë pozitë, për këtë pushtet dhe për të qenë qeverisës edhe udhëheqës. Mirë po, jo të gjithë e meritojnë, jo të gjithë janë të denjë, jo të gjithë janë të drejtë, po në shumicën e kohrave, edhe nga historia, po edhe nga jeta aktuale, e shohim që shumica atyre që marrin pozita udhëheqëse, që udhëheqin me njerëzit në tokë, zakonisht janë njerëz jo të denjë, janë jo të drejtë, janë jo të thirrur me cilësi të cilat duhet me i pas udhëheqësi, të cilat i kërkon Allahu i lartësuar. Mirë po, Allahu ja u kalon këtë punë njerëzve në dorë që ata me bo këto vetë, edhe me vendosë rregullin në tokë vetë, mënyrë që pastaj në bazë të vendimeve të tyre, në bazë të kësaj që ka vendosin, edhe me u llogarit ditën e gjykimit. Sepse Allahu kish mujt me ndërhy edhe mos me elon në pushtet, qoftë në pushtet absolut, udhëheqës suprem, qoftë në pushtete më të ulta, mos me elon me arë vetëm sa i cili është i drejtë dhe i denjë. Mirë po kjo do të konsiderohej ndërhyrje e Allahut, të cilën ndërhyrja Allahu nuk ka dashur me e bë tek njerëzit, po ka dashur me i lënë njerëzit të lirë, se kush kanë po e udhëheq, kush kujt po i shkon mbrapa, kush kanë po e dëgjon edhe po e respekton. Edhe për ata Allahu i lartësuar, përveç që i la të lirë njerëzit që të vendosin vetë, tregoj se prap kjo ndodh me vullnetin e Allahut. Mirë po vullneti i përgjithshëm i cili nuk ndërhyn në rregullin njerëzor në tokë. Allahu thot: "Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha." Thuaj o Muhammed, domthon lutet Zotin tënd. O Muhammed, o Zoti pronari i pushtetit. Pronari i pushtetit, ja jep pushtetin kujt don dhe ja shkul pushtetin kujt don. Pastaj vazhdon ajeti që i përmend edhe disa vepra të Allahut të lartësuar, sikurse që e sjell natën edhe ditën e kështu me radhë. Neve po na intereson kjo pjesa e parë. Edhe pse njeriu mundet më ju mbush mendja se pushteti ose autoriteti ose pozita në të prej cilës udhëheq mundet më ju mbush mendja se është merit e tij, është se është i Zoti, është i gjenshëm, është. Mirë po prap kjo nuk ndodh vetëm se me vullnetin e Allahut. Thuaj o Muhammed se ti je Zoti i pushtetit. Fillimisht kërkush nuk mundet me dalë mbi pushtetin tënd, po edhe kërkush nuk mundet me marr pushtetin pa vullnetin. Për ata si rezultati i kësaj, tu'til mulka man tasha, ja jep pushtetin kujt don, e lejon me marr pushtet kënd don, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, edhe e shkul pushtetin për kujt don. Kjo fjala e shkul është interesant. Allahu i lartësuar ka mujt me përmend një fjalë tjetër, me thonë ja merr pushtetin kujt don, ose e dorëzon pushtetin ai që don ti. S'ka njeri që e dorëzon pushtetin. Nuk ka njeri që i mirë pushteti ka llaj. Por ata Allah e ka përmendi shkullit pushtetin. Ja shkull pushtetin dikujt, sepse karrika është
e shishme, është e kajshme, është e nxehtë. Bile e përmendin historianët një fjalë, thënë karrika është çorre. Ai që mrin në karrikën e sundimit ose pushtetit, ndodh që mos më njoft as papas, as Allah, as papas kë ose interesin e vet, sepse kështu e bën karrika njeriu. E Allahu i lartësuar po ja kujton njerëzimit se pushteti është i Allahut. Allahu ta jep, edhe Allahut kemë ja kthy pushtetin ose kam ta marr pushtetin Allahu, po edhe Allahut kemë ju përgjigj për pushtetin që ke pas. Kulillahu malikul mulk. Thuaj Zot, ti je Allahu i pushtetit. S'ka ku shkon njeriu jashtë vullnetit ton, edhe nuk ka ku shkon pa u llogarit para teje për ato që i ke dhënë. Kjo porosi e qartë për gjithë ata që Allahu i sprovon me pushtet ose me pozitat e cila është sprov. Këtë sprov Allahu i lartësuar e ka përmend nga goja e Sulejmanit alayhis salam në Kur'an. Kur Sulejmani alayhis salam ju nënshtru gjithçka që e kishte, edhe njerëzit, edhe kafshët dhe xhallësat e tjera, tha hadha min fadli rabbi. Kjo është dhuntia e Allahut, është sprova e Allahut që më pa mua ose më nxjerr mua haptas se apo e falenderoj Allahun apo po jam mohues. Shumë e qartë. Edhe pushteti gjithashtu është një sprovë prej sprovave të Allahut të lartësuar, që shumë prej pushtetarëve nuk po e kalojnë këtë sprovë. Andaj kjo është thirrje. Të nderuar vëllezër, porosia e këtyre ajeteve është që ai i cili e beson Allahun, e beson ditën e gjykimit, që ka mu ballafaqu me Allahun e lartësuar, edhe nuk ka me ik asnjë fjalë që e ka thonë, se lema veprat e gjestet e vendimet që i ka marrë, e pozicionimet e qëndrimet, vetëm se ka me i dhonë llogarinë detaje Allahut të lartësuar. Pastaj përgjegjësia e tij është edhe më e madhe, sepse ne që jemi civil me poste civile, kemi me dhonë llogari Allahut për përgjegjësitë që kemi pas për veten tonë. Dërsa i ka me dhënë përgjegjësi Allahut të lartësuar për krejt ata njerëz të cilët i ka pasur në pushtet. Për ata njerëzit e devotshëm, njerëzit e mirë të kaluarën e iknin pushtetit. Dhe si rast konkret është që imami Ebu Hanife, Allah e mëshiroft, që është imami prej imamëve të njohur të kohës së hershme, ka pranuar mu u burgos, ka pranuar mu u torturu, ka pranuar me edhe nënçmimin edhe përbuzjen e pushtetit, a mos ka pranuar postin që ja kanë ofruar. Edhe pse ka qenë post që e ki shkry me plot nder edhe me përkushtim. Që posti që është kërku, ka qenë sikur se posti i ministrit drejtësisë, që ai me i zgjedh gjykatësit, ai me i shkarku, ai me i vendos, ai me i kontrollu ai krejt. Mo thjesht ministri i drejtësisë, mos e ka pranuar, për arsye se është përgjegjësi. Thotë Ebu Hanife konkretisht, thotë nuk du me dalë në ditën e gjykimit tonë, para Allahut të lartësuar dhe me i pasë në qafë teme punë të njerëzve, bolli kam të mijat. E kështu që ato që e ka sprovu Allahu me pushtet, e beson Allahun, e beson ditën e gjykimit, e beson llogarin, le ta dinë që ka më llogarit pasha Zotin për çdo ditë të pushtetit të tij, për çdo kohë, për çdo orë dhe për çdo minutë të pushtetit të tij. Le ta di këtë. Kjo është porosi. Ndërsa porosia tjetër, po para se me dalë të porosia tjetër, Allahu kur e ka përmend se Allahu nuk edhe ja shkul pushtetin kujtën, këtu e kanë përmend dietarët, kanë thënë se i ka dy kuptime ky ajet. E para është Allahu selan me orën pushtet dikon hiç. Dikush ëndron, dikush jeton, e dikush harxhon në lodhët e tan jetën edhe vdes pa marrë pushtet. S'don Allahu me ja dhënë. Çka ka ai më pak se sa i tjetri që ka marrë pushtet? S'ka diçka. Mirë, po që ka qenë vullneti i Allahut që mos më ja dhon pushtetin këtij. Ndërsa kategoria e dytë është se Allahu e vendos dikon pushtet, mirë po janë nxjerr pushtetin. Edhe historikisht kemi lexuar, po edhe sot po shohim se pushtetet të ndryshme në përbot po rënporzohen në forma të nënçmuese, forma të poshtra. Zakonisht ai që ka qenë pushtet që sa, pastaj ose po gjykohet, ose po dënohet, ose po vritet, ose. E kjo është që Allahu ja nxjerr pushtetin edhe ja nënshkull pushtetin kujt të don. Pastaj kriteri kryesor i cili e mon një pushtet të gjallë, jep jetë, është drejtësia. Është drejtësia. Thot Ibn Taymija, njëri prej hoxhallarëve dietar, e që kjo është si rregull që gjithë dietarët e thonë, po thuaj se në të njëjtën formë vetëm se me shprehje të ndryshme, thonë Allahu i lartësuar, ja zgjat jetën në pushtetit, edhe në pushtetarit i cili është i drejtë, edhe nëse është jo musliman. Ndërsa një pushtetari i cili nuk është i drejtë, është zullumçar, edhe nëse është musliman, Allahu ja shkurton jetën edhe ja shkurton emrin. Kështu që drejtësia është kriteri kryesor që e mbon pushtetin. Është boshti kurrizor i pushtetit. Pa drejtësi
atëherë vjen zullumi, vijnë padrejtësitë e ndryshme të cilat Allahu i lartësuar qysh boti ju ka shpall luftë dhe ju ka shpall armiqësi. Ndërsa porosia e dytë të nderuar vëllezër është porosia për neve, të cilët po jetojmë këtë kohë ku kemi mundësi me ndiku, me ndërhy edhe me thonë edhe fjalën tonë në caktimin e pushtetarëve dhe njerëzve të cilët do të vinë me qeverisë. Kjo nuk është formë që e kemi zgjedhur na, as që e kemi vendosur na, është vendosur dhe sot gjendemi para aktit të krym, ose me përzgjedhjen që të formë njerëzit të cilët do të punojnë, ose spaku do të hyjnë në pozita prej të cilave do të duhet që të punojnë për të mirën e këtij vendi, ose të mos marrin pjesë hiç edhe pastaj të luhet. E kështu që ajo që është në përputhje me rregullat e shariatit, me rregullat e fesë, është që ne besimtarët, praktikues të Islamit, duhet që të jemi zë i fuqishëm që në këto pozita të mos mri vetëm se ai i cili është më meritor. Nëse s'ka meritor, atëherë ai që është më afër i të merituarve. E kështu me radhë. Në anën tjetër, gjithë ata që i kemi kandidat që pas 2 diteve kemi me i zgjedhur ose kanë më zgjedhur, thonë më mirë, gjithë ata janë bitë dhe bijat tonë, domthonë janë të popullit tonë, nuk janë të hujt, nuk janë armiq, nuk janë të Serbisë. Qysh po bëhet nganjëherë fushata këta me Serbi, këta me. Kjo gjumë më të vërtetë është tepër irrituese, përveç që nuk është e saktë, është edhe shumë irrituese. Pastaj po e mbjell një kulturë të komunikimit tepër të egër dhe tepër të poshtë në shoqërinë tonë. Kur dojmë dikan me rrezu, kur e kemi dikan oponent ose kundërshtar, kjo është me Serbi, kjo është. Prej nga e vërtetove këtu. Kështu që ata janë të popullit tonë, ata janë tonë. Mirë po, jo të gjithë janë të denjë për me hyjë në ato pozita. Dihet, po edhe jo të gjithë mund me mri. Mirë po, ne pasi që ta kemi parasysh se kemi më u pyet para Allahut të lartësuar se kujt i kemi ndihmu për me ardhur në pushtet. Kujt i kemi ndihmu për me marrë një pozitë për i cilës ka me qeverisë. Qoftë qeverisja e lartë, qoftë më e ulët, qoftë përgjithësia dhe më e ulët, kryesorja përmes votës tonë, përmes pjesëmarrjes tonë, kemi më mundsuar dikujt. Atëherë kujt jam mësuar? Këto llogaritë veç hiç mos e çam larg. Unë kujt po ndihmoj? Kujt kanë po propozoj që me ardh edhe me në qeverisë. Nesër para Allahut ditën e gjykimit, a kam arsye mi thonë Allahun e kam zgjedh më të mirën sipas mundësive të mia. Unë e kam zgjedh më të drejtin, e kam zgjedh më të përgjegjshmin, më të ndershmin, edhe kështu s'kam pas tjetër më të mirë. Nëse në çështë formë e llogarisim, edhe në çështë formë zgjedh me lejen e Allahut të lartësuar, kemi me pas arsye për Allahut edhe kemi më mirë, po në anën tjetër, çdo matematik tjetër, çdo pazar tjetër i afërt, jaran, shok, me interesat të barbashta kështu, këto vallahi kanë më na dal bela në këtë dynjë, kanë më na dal edhe në bela edhe në botën tjetër. Andaj të nderuar vëllezër, jemi të kujdesshëm. Jemi të kujdesshëm, thash më herët, gjithë janë bitë dhe bitë tonë, mirë po jo të gjithë janë të denjë për vendat që po i kërkojnë. Sepse është koha me kërku pozitën që nuk e meritojnë. Shumë prej atyre e dinë që se meritojnë, mirë po i ka ardhur mundësia me lyp për pozitë. E kështu që prej drejtësisë edhe prej mirësjelljes tonë ndaj tyre është që ai i cili nuk është i denjë mos ia dhon një vend, i cili i bën zullom mas pore vetës vet, pastaj i bën zullom edhe shoqërisë. Andaj të jemi të kujdesshëm, kemi parasysh se kemi më u pyet para Allahut të lartësuar, e kemi përgjegjësi në qafat e tona në momentin kur e fosin votën edhe letrën në kutijat e votimit, prej atij momenti fillon përgjegjësia çka ka më i thonë unë Allahut të lartësuar. A e zgjodha personi më të mirë, a e zgjodha më të ndershmin, a e zgjodha më të drejtin, a e zgjodha më të ndjejmë atë i cili është më i thirrur edhe më i përgatitur për këtë, i cili ka ndershmëri, i cili më të vërtet e ndin përgjegjësinë për me i shërby popullit vetë edhe vendit vetë, edhe kësi njerëz na duhen të nderuar vëllezër. E lutim Allahun e lartësuar që të na mundsoj që të vijë më i miri prej neve në krye dhe të na qeverisë më i miri, të na përmirësoj edhe neve të bëjmë më të mirë, sepse kur përmirësohemi ne, kanë mu përmirësuar edhe pushtetarët, edhe pronarët e karrikave, sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë kama takunu yuwalla alaykum, çysh keni më kon ju, kanë më kon edhe pushtetarët, sepse pushtetarët dalin për çati popull. Çysh jemi na? Sa më tepër që avancojmë, sa më të mirë që bëhemi, sa më të përgjegjshëm dhe sa më korrekt dhe sa më drejt që bëhemi, kemi me nxjerr njerëz më të drejtë atje. E lutim Allahun e lartësuar që të jenë më të mirët ata të cilët do të izojnë këto vende dhe të qeverisin me këtë vend mirë, të kenë parasysh përgjegjësinë për këtë vend, punojnë për popull, për vendin, për të ardhmen,
e këtij vendi, për të ardhmen e rinisë tonë dhe të ecim përpara aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.